TikToku se ku do të nisë Big Brother Kosova VIP 4 është në ato sekondat e fundit dhe brenda këtij muaji do të nisë formati që mban të mbërthyer audiencën, që shkakton polemika si brenda, por edhe më së shumti jashtë në reagimin publik në emisionin kudo që komentohet dhe flitet për Big Brother, përsa kohë ende nuk ka një datë zyrtare nga vetë produksioni, por mund të jetë mesi i nëntorit, por nuk flas se kemi thënë shumë data dhe nuk dihet ende se ku do të jetë zyrtarja, por ajo që kemi folur gjatë këtyre muajve, ku nëse do të jetë vetëm Alaudin Hamiti në prezantim, një foto e sotmja e publikuar nga ai tregoi që në edicionin e 4 çifti i prezantuesve, pra Alaudin Hamiti dhe Jonita Vokshi, do të rikthehen. U pasi kur dini do t'ishte vetëm në këtë edicion të 4, po kjo foto hedh poshtë gjitha ato pikpyetjet apo dhe ato që është komentuar në emisione, duke treguar që do të kemi një rikthim të 4 të këtyre dy bashkëprezantuesve. Edhe pse në optikën time shpeshherë kam thënë që ndoshta do të më pëlqente ta shikoja dinin vetëm edhe në të gjithë narrativën të këtyre dy muajve, ku është komentuar dhe është parë çdo lëvizje e produksionit, pra që dini ka qenë në krah të Olcës dhe Jonida ka munguar në çdo mbledhje, në çdo foto, apo edhe në vizitën që ata kishin në Grande Fratello në Itali. Nuk do të thotë që do të jetë një rikthim, por gjasat janë që Jonida do të rikthehet për të prezantuar edicionin e 4 të Big Brother Kosova krah Dinit, ku të dy janë qasje të ndryshme, ku Dini është më i gjallë e Jonida ndoshta është më e qetë, është më diplomatike në reagimet që ka bërë. Por siç e përmenda dhe siç e ceka, e kam treguar edhe në emisionin që do të më pëlqente ta shikoja Dinin të vetëm, ndoshta do ta shikojmë vitin tjetër, pasi këtë vit tregohet qartësi nga kjo foto që Dini dhe Jonida do të rikthehen për të bashkëprezantuar Big Brother Kosova VIP 4. Një tjetër detaj që po diskutohet këtë ditë, flitet për një dhomë speciale, flitet për një dhomë sekrete që nuk mund të hyjë të gjithë, një dhomë ku do të jetë një banor që do të jetë anash të tjerëve, nëse do të jetë banor që është komentuar më së shumti, pra gruaja me mbulesë Iqbale Hoduti, që ka disa norma të jetës së saj, një grua që është praktikante e fesë islame nuk mund të bashkëtojë me të gjithë njerëzit dhe nuk mund të kryejë, le të themi, nevojat e saj në sy të gjithë audiencës. Nuk e di nëse do të jetë kjo dhoma speciale apo kjo dhoma e veçantë që po përflitet për të apo për diçka tjetër në shërbim të lojës. Interesante, e kam thënë edhe herë të tjera se si do të jetë të kemi një grua me mbulesë në një format ku të gjithë duhet të jenë të barabartë, edhe pse feja nuk duhet prekur. Nuk e di sa e lejueshme është në patent që të ketë një lloj propagande, apo se si do të jetë vetë ajo në këtë rrugtim. Kjo mbetet për të parë, pasi jemi ende në aludime dhe në ato që përflitet dhe nuk ka asgjë konkrete, thjesht çka dëgjohet, këtë e komentojmë dhe e flasim. Por duke qenë te Big Brother, të premten e shkuar bëra një lloj përmbledhje të një situate që nuk më duk me vend që po zhvillohet këto ditët e fundit, me një qasje jo të dur dhe negative, ardhur kjo nga disa ndjekës të Eglit, ku në rrjetet sociale kanë shpërthyer me një gjuhë, le të themi, ofenduese, sharje për familjen e Gjesit dhe për vetë atë, aq sa vetë Egli pas ka reaguar, por unë nuk i kisha parë. Por për të qenë fair, do ta lexoj se çfarë u ka thënë ajo ndjekësve të saj. E ndjete nevojshme të bisedoj pak me ju, edhe pse kur jam ofenduar, unë, thot ajo, askush nuk ka marrë asnjë mas, ama për shkak se e di se një fjalë imja ju vlen, e ndjej që t'ju ja them. Së pari, unë nuk mbaj përgjegjësi për asnjë veprim të një adulti tjetër, qoftë ky edhe rrethi im i ngushtë i njerëzve. Fjalët e vetme për të cilat mbaj përgjegjësi janë vetëm ato për të cilat dalin nga goja ime apo adresa ime. Megjithatë, ndjej të nevojshme t'ju rikujtoj edhe një herë se gjuha e urrëties, ofendimet dhe negativiteti nuk janë cilësi të cilat përfaqësojnë atë çfarë unë përpiqem t'ju përcjell, e atë që dua të përcjellni tek ju, tek cilëto person apo personazh. Çdo kush ka të drejtën të ketë mendimin e vet, dhe fjala duket si diçka e vogël, por unë besoj thellë se fjala është më e fuqishme që ekziston. E vetmja këshill që mund t'ju jap për secilin rast që ofendoni dikë,
qoftë ajo dhe vetë unë, siç ka ndodhur, jeni të kujdesshëm edhe të paqët me njëri tjetrin, nëse vërtet jeni këtu për të dhuruar dashuri. Nuk jam këtu as për të edukuar dhe as për të dënuar askën, por vetëm për t'ju këshilluar të shpërndani mirësi, energji të bukur dhe të mos përdorni gjuhë të papërshtatshme në asnjë rast. Sigurisht që është një reagim që ajo duhet ta bënte ndoshta edhe në le të themi publike, jo vetëm në grupin në Instagram ku ka dhe mbështetjet e saj, e shikoj një reagim me vend edhe një këshill e mirë që ajo ju jep, pasi për mua nuk ka vlerë e gjithë, le të themi, kjo fushata që ju bën midis fansave për të bllokuar njëri tjetrin, për të çarë apo për të bërë, ku midis tyre nuk ka asgjë. Për muajsh ku mbaroi Big Brother, çdo gjë mori fund, nuk ishte puls. Okej, gjithë narrativa që ishte në verë që u përfole dhe e kemi diskutuar gjëre gjatë, po më pëlqen ndërhyrja e Egli që këshillon ndjekësit e saj që ti largohen kësaj gjuhë, dhe unë nuk kuptoj, asnjëherë s'kam për ta kuptuar se si jetën e tyre e parashtrojnë dhe e lejojnë që të ndikohen edhe të kenë rrjedhën e jetës me gjëra që nuk kanë vlerë. Mbështete personazhin që ti do, por mos u merr me gjëra të pavlera, duke sharë, duke ofenduar apo duke bërë blog faqe, fanpage të tjera, pasi nuk është një virtyt dhe nuk është një edukat që shqiptari e ka. Ne kemi traditën, kulturën e mbështetjes së njëri tjetrit, mikpritjen. E gjithë kjo narrativ për mua duhet lënë pas edhe nuk duhet jepet shumë fokus, por po e theksoj edhe një herë tjetër që më vjen mirë që ka një lloj këshille të mirë nga ana e Eglit që ju bën ndjekësve të saj të mos e tejkalojnë limitet që e kanë tejkaluar her pas here, ku shat ofendohet me libër shtëpie dhe nuk është etike, pasi po flasim për një personazh që nuk ka reagime, një personazh që është në atë dhimbjen e tij dhe nuk ju jep përgjigje. Ai nuk ka dhënë as gjatë verës, ku ka qenë një nga personazheve jonë, të jetë një nga personazhet më të komentuar. Kjo ishte në gojë të Miletit, do doja të dija dhe mendimet e juaja, por më kryesorja mos harroni të bëni subscribe kanalit tonë Koha Jon në YouTube.